rrugët evropiane po ballafaqohen me radhë të gjata udhëtarësh, ndërsa ka shënime se shumë prej tyre edhe humbin fluturimet për shkak të vonesave që po krijon sistemi i hyrjeve daljeve i Bashkimit Evropian. Ky sistem u bë operacional në muajin prill, pikrisht kur edhe nisën të lashet nëpër aeroporte. Vetëm gjatë pushimeve të pranverës, në Belgjik rreth 600 pasagjer humbën fluturimet e tyre, ndërsa autoritetet këshillojnë ata që të planifikojnë arritje në aeroport 3 deri në 4 orë më herët. Sido që t'jetë, Komisioni Evropian insiston se ky sistem është efikas. Zëdhënësi i këtij institucioni i lidh radhët e pritjeve mes tjerash edhe me atraktivitetin që përfaqëson zona Schengen. Zona Schengen është destinacioni më i vizituar në botë, pasi 40% e udhëtimeve ndërkombëtare globale kalojnë përmes kufive të saj të jashtëm. Ndërkaq në shumicën e shteteve anëtare, procesi i regjistrimit për herë të parë zgjat mesatarisht pak më shumë se 1 minutë. Bëhet fjalë për mekanizmin e kontrollit në kufin të jashtëm të Bashkimit Evropian me qëllim forcimin e sigurisë kufitare. Sipas zyrtarëve në Bruksel, ky sistem tashmë e ka dëshmuar se është funksional për qëllimin e synuar. Deri tani kemi parë rezultate të mira që nga tetori viti 2025 janë regjistruar pothuajse 66 milion hyrje dhe dalje, si dhe 32.000 refuzime për hyrje, nga të cilat mbi 800 persona u identifikuan si kërcënim për sigurinë e Bashkimit Evropian. 800 persons were identified as posing a security threat to the Union. Procedurat e sistemit të hyrjes-daljes kërkojnë që udhëtarët që vijnë nga shtetet jashtë BE-s të regjistrohen elektronikisht gjatë hyrjeve dhe daljeve në zonën Schengen. Gjatë kontrollit kufitar skanohen pasaporta, fotografia e fytyrës dhe gjurmët e gishtrive dhe zëvendësohen në këtë mënyrë vula tradicionale në pasaport. Regjistrimi i parë mund të zgjasë më shumë për shkak të dhënies së shënimeve biometrike. Në udhëtimet e ardhshme, sistemi verifikon identitetin në mënyrë më të shpejtë përmes të dhënave tashmë të ruajtura në bazën digjitale. Presidenti